4 banesa janë shkrumbuar si pasojë një zjarri masiv të regjistruar mëngjesin e dieshëm në fshatin Sheqeras. Zjarri ka nisur në njërin prej banesave e cila në obor kishte baza ushqimore dhe mëtej flakët kanë përfshirë edhe banesat e tjera, duke rrezikuar jetën e familjarëve që jetonin në to. Sipas të dhënave, njëra prej banesave ishte e pabanuar dhe shërbente për mbajtjen e bazës ushqimore për bagëtit, ndërsa në 3 banesat e tjera jetonin familje, por në obore dhe pjesën e pasme të shtëpive kishin vendosur bazën ushqimore. Zjarri fillimisht ka nisur në njërin nga shtëpitë e banuara, e cila ndodhej në afërsi të rrugës dhe më pas është përhapur edhe në shtëpitë e tjera për shkak të distancës së afërt që kishin nga njëra tjetra. Sipas banorëve, edhe pse zjarrfiksja është lajmëruar, ka pasur vonesë në mbërritjen e saj, por edhe vështirësi për të shuar zjarrin, ndërkohë që është kërkuar edhe mbërritja e një zjarrfikse të dytë nga Korça për shuarjen e zjarrit. Banorët tregojnë momentet e vështira kur konstatuan zjarrin, por fatmirësisht kanë shpëtuar pa u dëmtuar. Unë që kam ndier zjarrin që më kanë sinjalizuar fqinja në telefon rreth orës 3. Nga një banesë e mbushur plot për plot me kasht. Me kasht, me zajre për baktit. Banesën e kishim gjitur me mur ndarës ndajmë, se janë 4 banesa që ndajnë nga të njëjtin mur. Dhe me materiale unë, si trupi vetëm kam dalë edhe djalin e zonjën dhe çmunda kam shpërtuar nga atë 2 djemtë që na kanë sinjalizuar që na zgjuan dhe asgjë. Ky është zjarri i dytë brenda pak ditësh që shkrumbon banesat në bashkinë e Maliqit.